Ndryshe. Pra, zoti Braçi dua një titull për 2025-ën këto zgjedhje, dua një titull për Edi Ramën, një titull për Sari Berishën, titullin për vete se nuk. Për Edi Ramën e thash. E se, po. Fitores e madhe sa Edi Rama. Po. Dhe e gjatë. E gjatë dhe e gjërë. Dhe e madhe. Për vete s'bëj titull. Okej. Për zgjedhjet? Për këtë Saliun vetëm pikë çuditse, një pikë çuditse atje për këtë se. Po pse çuditse? Po çfarë thosh, ma habi e madhe domethënë. Edhe që hyn në fushat, edhe që thot po bëj fushat, edhe që humb, habi e madhe. Çdo gjë është habi me atë njerëz, sepse me thënë drejtë aty ka njerëz që kanë marrë goxha vota. Goxha vota. Edhe janë njerëz që mund ta zvendçojnë denjësisht këtë gjë, nuk po i them emrat se mund t'i ekzekutojnë deri në darkë, po them që kush mund të jetë kryetari i PD-s për shembull? Kush mund të jetë kryetari i PD-s? E kemi me të vrame apo me të vrame? Me të vrame Belind Klliçi për shembull, mund të jetë kryetari i PD-s shumë i mirë. Oh? Uf, ai qefin sot në darkë. Mos ma mush mendin ai Belindi. Po jo mund mos ta mbush ty, po njerëzit kshu bën, sale edhe ne s'ta mbushte mendjen Edi Rama në fillim, po është fituesi më i madh i Partisë Socialiste. E kuptova. Gjatë gjithë kohës. Po mirë, ti vet, a nuk u lodhe duke qenë deputet, duke qenë deputet. A do doje ti ishe një 30 vjet sa ke deputet. Ti ishe kryetar parlamenti. Kryetar parlamenti. Ta mendoj një. Një sekond, tani me këtë zgjedhje mund bësh kryetar parlamenti? Ja, s'besoj. Sepse në këtë studio mbaj mend që dikur i kemi thënë një ministër bujqësie. Kryetari i parlamentit duhet të jetë grua, kështu që s'ka gjaz. Tani dhe kjo historia që kam dëgjuar unë që Edi Rama do bëjë një qeveri vetëm me gra. Në gjithë ministrat do jenë gra. Është e vërtetë kjo apo është thashë? Jo, s'besoj, po edhe mund ta bëj, pse ç'është problemi ka? Edhe mund ta bëj. Në atë kokë që ka ai dhe mund ta bëj. Po ka problem se të dalësh më i pëlqyer, më i votuar i Tiranës edhe të vi një grua, sepse është grua. Shiko, që të bësh ministër e para mbi gjitha njerë, nuk Që më Gjyla Meti mund të bëhet ministër me që sfitoj. Nuk duhet të nisesh nga përkatësia gjinore, mendoj unë. Megjithatë që gratë meritojnë që të përfaqësohen një qeveri, meritojnë. Partia Socialiste ka gra që janë të zonja në profesionin e tyre. Po. Edhe që mund ta bëjmë faramirë ministra. Po. Po ama, ajo që dua unë është që gratë që bën deputete, gratë që bën ministra, ta meritojnë. Të punojnë edhe për gratë. Po. Është shumë e rëndësishme që të punojnë për gratë. Dhe kur them të punojnë për gratë, jo, të punojnë për gratë në kuptimin që ndërmarrin politika që mbështesin gratë, që çojnë, nuk po them favore, po çojnë shërbime publike tek gratë, të dedikuar, që ndërmarrin politika fiskale që lehtësojnë gratë që janë nëna për herë të tretë, për herë të katërt, për herë të pestë, në kushtet kur ne kemi një problem shumë të madh këtë çështjen e lindshmërisë tashmë, edhe do na kthehet në një problem shumë të madh për 10 vite që vijnë. Se do na plaket popullsia patjetër. Patjetër. Kështu që është shumë e rëndësishme që mos jenë thjesht bësh ministra e energjisë. Po mendoj që je grua, mendoj që je në qeveri edhe për të ndihmuar gratë. Nuk je thjesht vetëm për të bërë energjinë. Nuk je thjesht vetëm për të bërë infrastrukturën. Po je atje për të ndihmuar edhe gratë. Bësh ministër bujqësie, nuk je atje thjesht vetëm nëse ka dëgjuar Belinda, besoj që e ka. Se ajo është ministre e infrastrukturës dhe energjisë apo? Ti the që këta me B nuk ta mbushin mendjen. Domethënë, bësh ministër e bujqësisë. Te duhet fillosh të mendosh pikërisht edhe për gratë, edhe për gratë që merren me bujqësi. Sepse sot krau më i madh i punës në bujqësi është gruaja. Edhe në fund fare, duhet mendosh një gjë që është akoma më e rëndësishme, që gratë kanë një punë të papaguar. Nuk po them për punën që bëjnë, po për punën që bëjnë në shtëpi. Në shtëpi, ajo është. Si nëna, si gjyshe, kështu me radhë, dhe që e bëjnë gjithë jetën këtë. Dhe nuk është në asnjë llogari të ekonomisë kombëtare, nuk është në asnjë llogari të ekonomisë vjetore. Nuk llogaritet kërkun puna e papaguar e grave. Atëherë, duhet fillosh të mendosh se çfarë mund të jap këtyre grave për të kompensuar atë gjën që është. Këtë dua unë. Pa qeveria të ketë 17-18 gra etiket, po të mendojnë edhe për këtë gjë. Po mirë, kryetar parlamenti do të pëlqente. Mua? Duhet të jetë grua pra thash. Po mirë, nëse nuk është grua. Po tash ai kemë qef. Mundet që të bën kryetar parlamenti. Po dhe ministri do i thoshë jo, për shembull. Jo, ministri do mendohesh atë disa herë. Ashtu, ë? Po patjetër. Cila ministri të pëlqen? Se ja na dëgjojnë. Ekonomisë patjetër.
Aty është mjeshtër. Nuk thash që më pëlqejnë ministrit fare, thash që do mendon. Mirë. Por në këtë pjesë pastaj hyn edhe të menduarit se ku. Po unë do të refuzoja që të isha ministër për të pas i zyri, karrige edhe ca njerëz në varësi. Këtë nuk e pëlqen shumë. Po të kem lirinë për të bërë politika dhe buxhetin për të mbështetur politikat. Atëherë po. Patjetër, me shumë dëshirë për të punuar, sepse unë mendoj që edhe ministër nuk është thjesht, nuk është vanitet, nuk është as skapardisi, nuk është as makina, as roje, as bodyguard e kështu me radhë. Thjesht ministër është punë. Edhe këta e marrin si pozicion. Me thënë të drejtën e kam menduar gjithkohës, po pse duhet të jetë Ministria e Bujqësisë në Tiranë? Se kuptoj. Se mos jetë Lulshqe, për shembull, ose Divjak, që është mesi vend, aty ku është trekëndçi më përduhet. Aty është ndërtesa e ministrisë thotë. Po atje më. Administrata atje. Ore çfarë bën një ministër bujqësie në Tiranë? Jam munduar shumë ta kuptoj, po nuk e kuptoj dot. Çfarë bën ministri dhe gjithë ministria, 400 veta, 500 veta, çfarë bën në Tiranë? Bujqësi. Çfarë bujqësie ku ka bujqësi në Tiranë? Marrin lekët. Në Tiranë toka po shkon për vila. Ti je një opozitar brenda pozitës. Je i njohur gjithmonë ke qenë kështu. Mendon ti që fjala jote zëvend apo rrallëherë zëvend? Sepse ja do një sekond. Një sekond. Kemi qenë bashkë, kemi diskutuar dhe bashkë. Këtu ke lagja jote? Ka qenë një segment ku ka pasi tabelë ndalim kalimi. Është një rrugë e gjithë. Një rrugë e gjithë. Ku ka qenë ndalim kalimi për të ikur. Edhe futeshin gjithë makinat, dilshin një tek mbas një viti çaja e kanë nxjerrë në Facebook, në Instagramin tënde, nuk e hiqin bot. Po si nuk të mori vesh se të dalë një deputet. Po shko kaloj tani. Shko kaloj çi. Po do të një vit, 2 vjet mos sa vit. Më dhe vit më punët bëhen me mend, nuk bëhen kështu. Si po çfarë mend kishte për ato? Është një gabim idiot. Jo, ore më fal. Administratat tona mendohen para se sa Po mendosh një vit për të hequr një tabelë? Ore u menduan 2 vjet për ta vënë atë tabelën, u menduan 1 vit. Kemi dalë me fitim. Se më thënë, u menduan 2 vjet për ta. Po, mund mendosh edhe 2 vjet për ta. Kush është sipas teje ministri më i mirë i kësaj qeverie? I kësaj që është. Që është. Kush? Edi Rama. Edi Rama është kryeministër me sa di. Po normal, kreu i ministra. Po mirë, një ministër, një ministri. Edi Rama nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër. Ai, domethënë me këtë rast ky tha që gjithë ministrit janë i komandon Edi Rama, nuk është se kanë kështu. Jo, ti Sale, e ke dëgjuar nga Saliu jot. Tash problemi është që më flet vetë janë mazere. Unë them ato që them unë. Jo, nuk thash kështu. Ka ministra, po ministri më i mirë pas Edi Ramës janë vetë. Opa. Absolutisht. Po patjetër. Do jetë Gonxhe kandidat për kryetar bashkie si mendon? Po ç'punga më pse unë e caktoj? Jo, po ti mendon që mund të jetë se kështu flasin ka zëra. Po pse duhet mendoj unë për këtë gjë? Po ke një përgjigje për këtë po them. Po jo, mendoj fare për këtë gjë, as duhet me unë di që. Mos e mendojmë neve që edhe unë që s'kam shumë lidhje me politikën, flasim në tavolinë kush do jetë kryetar bashkie, tani që s'është Erioni, mund do vi ky. Është kandidat i dur ai për bashkinë. Kush? Gonxha. Mund të fitoj bindshëm. Shiko, unë mendoj që njëri që zgjidhet deputet duhet të respektojë mandatin e deputetit 4 vjet. Përndryshe kot që hyrin zgjedhje. Okej, nëse i ke thënë njerëzve qartës i fare, që unë dua të bëj deputeti juaj, qëndro deri në fund atje dhe bëj deputetin. Të bësh deputetin nuk është pak, është shumë. Është shumë, po të duash ta bësh deputetin. Unë po vi nga komuna e Parisit tani, sepse doja të shikoja një rrugë atje në pikun e trafikut. Nuk kam pas mundësi ta shikoj, të ndaloj që ta shikoj vet me sytë e mi, kam kaluar atje, e shikoja trafikun e pafund në atë rrugën, tash i bllokohet nga 3 shtëpia. Po shumë mirë. Sa bëjnë ato shtëpiat nga 1 milion euro? Po urdhroni 3 milion euro, hap rrugën tani edhe çojë rrugën të dali tek rruga që kryqëzohet me urën në Sharakut të tij atje. Se deputeti duket sikur s'ka forcë. Do ta shohësh sa forcë ka. Hajde inshallah. Çfarë të ngre më shumë nervat në Shqipëri apo këto punë trafiku? Tabela të më gjithë. Mungesa e përgjigjes ta caron pa fund. Të smer do të përgjigje. Po mos. Kurse merr dot juve, imagjinon e tjerë domethënë. Ashtu pra është e vështirë dhe kjo ta caron kur nuk ke përgjigje. Se mund t'i thuash tjetrit jo, nuk bëhet kjo. Erion nuk bëhet kjo. Shko bli garazh ke kika. Mund t'ia thush, mund ta thush të gjë. Po mos më lër të pres, do ndryshoj tabela apo s'do ndryshoj tabela. Më thuaj shko bli garazh atje, pastaj merrem unë me rrugën edhe me garazhin. Se ka
ka hapa për të shkuar ti zgjidhja. Po përgjigja është gjithmonë vënes. Mirë, ç'është një gjë që ti përveç kësaj që duhet të hapur, duhet prish ca shtëpia, ti të paguajnë lekët. Çfarë duhet të ndryshojë në mënyrë urgjente Rama me një vendim të vetin ose me një se bën dot qeveria, duhet ta bëj bashkia. Jo Rama, po të pyes për Ramën. Çfarë duhet bëj të ndryshojë gjë në mënyrë urgjente në Shqipëri tani? Që fitoj. Tani në këtë moment. Po tani, shumë shpejt. Patjetër qeverinë. Po vetë. Qeverinë më duhet të ndryshojë. Kur ndryshon në shtator? Duhet të ndryshojmë qeverinë. Jo më mund ta bëj që tani, pse? Mund ta bëj që tani? Po pse duhet të humbim ne 3 muaj të verës? Po i meritonin çik plazh, jeni lodhur shumë. Po jo më në plazh mund të shkojmë ne, deputetët që na mbyllet parlamenti. Qeveria duhet të rrim punë, ku ka plazh qeveria? Po ku ka qeveria me plazh? Me plazhin. Punojnë. Me thënë drejtën, kur unë isha zënës kryeministër, Edi Rama vetëm 8 ditë na dha pushime. As i gram më tepër. Si 8 ditë? 8 ditë në vit? 8 ditë në vit. Ua. Secili nga ne ka bërë vetëm 8 ditë pushime. 8 ditë. Me fjalë pall ministrat e tjerë, domethënë juve punë. Si pall. Jo me gjithë ministrat 8 ditë. Pall, domethënë qef është ide, jo pall. Jo 8 ditë, 8 ditë. Të gjithë ministrat vetëm 8 ditë pushime. Pushime, gjithë vitin në punë. Me deputetët sa ministër, kështu i bie. Si? Patjetër. Deputet paktën ke një muaj pushime. Tani këto partitë e vogla bën shumë të madhe dhe në fakt nuk morën pak vota, si pavarësisht se sistemi dy duket se morën shumë. Po 70.000 mori ai më. Kush më? Llapaj, 70.000, 72.000 sa mori. Sa mori? 72.000 në Shqipërinë. Po ne kemi marrë 700.000 më. Po më po them. Ma tani partitë vogla na po mbas 5 vjetësh do gjithë ato llap marrësh 70.000 vota është pak atë ç'a po thuat. Është pak domethënë, ëh. Shi ai kishte llapën e madhe, ai tha unë do fitoj zgjedhja, ai shifshit në televizor ç'a thoshte apo. Do fitoj zgjedhjet, unë do bëhem kryeministër. Sot. Çfarë? Kështu tha? Po. Po ti dëgjoj një herë ta. Publicitet. Ai kupton, xheloz, nuk di. Publicitet.